Errësira ka filluar nga adoleshenca dhe nga le të themi viti 96, 97, 98. Ajo ka qenë errët për shumë. Po në rastin tim ka pas dhe le të themi fatkeqësi, le të themi unë kam humbur nënën atëherë dhe kjo më ka Si quaj mamaja? Më ka Gjulieta. Babai ishte Ridvan. Shkurtër. Dhe ka shënju, domethënë, edhe ka qenë, domethënë, momente të cilat nga një fëmijëri e lumtur e gëzueshme, domethënë ti e gjen veten që të bie edhe tavani sipër kokës, edhe dy shemeja poshtë këmbë dhe të transformohen shumë gjëra. Eksperiencë negative në kuptimin e humbjes. Unë gjithmonë mendoj që humbja e një prindi për fëmijën është tragjedi shumë e madhe, por të mëson që pastaj ti të gjesh edhe gjërat ose më mirë të përfitosh nga fatkeqësia ose të shohësh gjërat e mira dhe gjërat pozitive. Dhe për shembull një gjë që të ndodh nga fatkeqësia është që të rrit shpejt. Të mëson të kuptosh më shpejt disa gjëra, të mëson të përballesh në mënyrë direkte në lëkurën tënde me shumë gjëra të cilat ti deri dje nuk e imagjinoje që do përballesh ndonjëherë. Dhe në një farë mënyrë fillon të bëhet një lloj përgatitje dhe shkolle për jetën më vonë. Ndërkohë, le të themi gjëja që gjithmonë është le të themi në këto raste ose të paktën që të mbetet është që ti pastaj mësohesh edhe me humbje. Pra mëson të kuptosh që ka dhe humbje jeta. Dhe nisur nga kjo mëson pastaj të vlerësosh edhe gjërat e mira pastaj që jeta të jep, ti vlerësosh ato për vlerën e vërtetë që kanë, pra të mos i harrosh ose të mos i neglizhosh në vetvete, por ti vlerësosh edhe ato gjërat e vogla, edhe ato gjërat e mira, ti japësh atë vlerën specifike që kanë, sepse e kupton çfarë do të thotë humbje në vetvete.